Të dashur qytetarë, të nderuar gazetarë, ju faleminderit që jemi bashkë sot në një ditë të rëndësishme kur kemi marrë vendime shumë të vlefshme për të gjithë qytetarët e Republikës në mbledhjen e 273 me radhë. Natyrisht që lajmi i parë është se buxheti për vitin 2026 do të jetë rreth 4 miliardë euro, nga të cilat qereku apo parafërsisht 1 miliardë euro do të jenë për investime kapitale. Risi tjetër është edhe paga e 13 për të gjithë punonjësit në sektorin publik, pra kushdo që punon 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë në fund vitit do ta përfitoj edhe pagën e 13. Por jo vetëm kaq, është përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë varësisht nga përvoja e punës, me që rast kjo rritje është gjysmë pikë të përqindjes, 0.5% për çdo vit përvojë pune, e më herët për 15 vitet e para përvoja ka qenë e vlerësuar me vetëm 0.25% për vit. Pra kemi dy fishim të vlerësimit të përvojës së punës në pagën e gjithëmbarshme për punonjësit. Kjo pra përkthehet në rritje shtesë për të gjithë ata të cilët punojnë në sektorin publik, gjithnjë varësisht nga vitet e përvojës punës. Në këtë buxhet të rritur të shtetit tonë, natyrisht që parashihet edhe rritje e shpërndarjes dhe rishpërndarjes si aspekt i fortë social i programit tonë qeveritar. Përkatësisht kemi rritjen e pensioneve të shtesave për fëmijë, të shtesave për lehona dhe të pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, pastaj kompletim i reformës asistencës sociale dhe mbështetje të tjera për familjet. Kemi shtuar buxhetin për banat esenciale, për kulturën edhe për sportin, dhe gjithashtu po e rrisim mbështetjen në ndërmarrësi, në sektorin privat dhe për fermerët tonë, duke mos harruar edhe investimet në infrastrukturë publike. Është rëndësishme të funksionojmë gjithnjë më mirë, të vazhdojmë qeverisjen e mbarë, dhe gjithçka po bëhet duke respektuar dispozitat ligjore e kushtetuese. Por ajo çfarë ndoshta duhet përmendur edhe më shumë për ditën e sotme është fakti që siç kemi premtuar, po i rrisim pensionet, pensioni bazik i moshës nga 120 euro sa është aktualisht, do të bëhet 150 euro, dhe kjo nënkupton që 200.000 pensionistë në Kosovë do të përfitojnë nga kjo rritje substanciale. Para 4 viteve gjysmë, kur kemi ardhur në detyrë, pensioni bazik i moshës ka qenë 90 euro, dhe për më pak se 5 vjet, pensioni bazik i moshës po bëhet 150 euro. Pra, nga 90, 150, 90 plus 60, e 60 në 90 është 2/3. Pra, rritje 67% e pensioneve për brenda mandatit tonë qeverisës. Dhe, natyrisht, pa harruar faktin që kemi pas mbështetje nga 100 euro të njëhershme për pensionistët 5 herë brenda 4 viteve. Përveç kësaj rritje të pensioneve, kemi pasur 5 herë mbështetje gjatë 4 viteve. Kjo i bie që tash tuti do të kemi pagën e 13 për punonjësit në sektorin publik, mirë po pensionin e 13 pensionistët e kanë marrë në qeverisjen tonë. Pra kanë pas pension të 13 përveç se ai po rritet tani. Sektorin privat nuk dha lëm anash, aty punëtorët do t'i mbështesim. Ju e dini që paga minimale kur kemi ardhur në qeverisje, ka qenë e dyzuar varësisht nga mosha, nëse ke pasur më pak se 35 vjet, mosh, paga minimale ka qenë vetëm 130 euro. Ndërka që nëse ke pasur më shumë se 35 vjeç mosh, paga minimale ka qenë 170 euro. Ne e bëm 264, ne e bëm 350, dhe sot morëm vendimin për 425 euro, pagë minimale nga 1 janari 2026,
ndërkaq 500 euro nga një korriku i vitit 2026, në mënyrë që edhe ndërmarrësit, pronarët e kompanive të mund të përshtaten në mënyrë më graduale dhe jo të përnjëhershme. Pra, kemi një rritje të pagës minimali prej 150 euro, nga 350 euro në 500 euro, por e kemi ndarë në 2 faza nga 75 euro. Njëra me 1 janar të vitit arshëm dhe tjetra pas 6 muajve me një korrik të vitit 2026. Natyrisht në fokus të qeverisjes sonë, se askush asnjëherë para nesh, janë nënat dhe fëmijët, dhe pasi që kemi shtuar mbështetjen për pushimin e lehonisë në një mbledhje të mëhershme të qeverisë, kësaj radhe kemi shtuar shtesat për fëmijë, me çrast ju e dini që nëse një familje, një nën ka 2 fëmijë, i ka pasur shtesat nga 20 euro në muaj për ta. Ndërkaq nëse ka pasur 3 më shumë fëmijë, shtesat kanë qenë nga 30 euro në muaj. Tash këto po rritën për 50% me vendimin që porsa morën në këtë mbledhje në 273 të qeverisë. Mbështetja që ka qenë 20 euro bëhet 30 euro, ndërkaq mbështetja që ka qenë 30 euro bëhet 45 euro. Rritje prej 50%. Në këtë mënyrë, nëse një familje i ka pasur 2 fëmijë, ka marrë mbështetje në muaj prej 40 euro, për fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, dhe tash në vend se 40 euro, i merr 50% më shumë, i merr 60 euro. Ndërkaq nëse i ka pasur 4 fëmijë, i ka marrë 120 euro, 4 herë 30, 120 euro, ndërkaq tash i merr 180 euro, 50% më shumë. Një familje me 4 fëmijë. Nëse i ka pasur 3 fëmijë, i ka marrë 90 euro, e tash i merr 135 euro, sepse 45 euro më shumë. 50% rritje për shtesat për fëmijë, onë mbon Kosovës prej 0 deri në 16 vjeç. Pra, gjithashtu një lajm shumë i mirë, por le ta përmbyllim me atë që filluam. Buxheti vitin e ardhshëm rreth 4 miliard, ndërkaq bruto produkti vendor do të jetë rreth 12 miliard. Bashkë me Ministrin e Financave Hekuran Muratin, kur kemi marrë detyrën para 4 viteve e gjysmë, bruto produkti vendor që na kanë lënë paraardhësit ka qenë 7 miliard. Prej 7 miliard në 12 miliard. Rritje 71%. 71% e kemi rritë mandatin ton bruto produktin vendor. Kjo i bjen sikurse brenda 4 viteve, brenda 5 viteve, se jemi në detyrë bukur gjatë, brenda 5 viteve një familje t'i rritet pasuria për 71%. E Kosova është shtëpia jonë. E kemi gjetë 7 miliard, vitin e ardhshëm është 12 miliard. Këso suksese nuk ka pas asnjëherë më herët, dhe unë falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, sektorin privat, prodhuesit, eksportuesit, tregtarët, zejtarët, mërgatën tonë, falenderoj nënat e gjyshrit, burrat e djemt, të cilët kanë kontribuar në mënyrë të përbashkët në këtë rritje ekonomike, e cila natyrisht që përkthehet edhe në rritje të buxhetit që mandej i shton shërbimet publike, mbështetjen sociale dhe gjithashtu cilësinë dhe efikasitetin e të gjitha punëve e shërbimeve që i bën qeveria jonë, qeveria juaj. Faleminderit shumë, e tash do t'ja kaloj fjalën Ministrit të Financave e Punës Transfereve Hekuran Murati, e më pastaj do të mund t'ju përgjigjemi pyetjeve tuaja. Faleminderit i nderuar kryeministër. Përveç pensioneve bazike, pra kemi edhe rritjen e pensioneve për aftësitë e kufizuara që në fillim të mandatit, se më kujtua tani, kanë qenë 75 euro. Pra nga 75 tash janë 150 që i bie rritje 100% apo 2 fishim brenda mandatit. Ajo që ka vlen teksohet edhe për një pikë tjetër të rendit ditës që ishte tepër e rëndësishme që e kishim sot në mbledhjet të qeverisë dhe që u miratua ishin edhe buxheti i komunave, 3 komunave, të cilat ende operojnë me buxhet të vitit 2024 për shkak se nuk kishin arritur pra në afatet ligjore ta miratonin buxhetin e vitit 2025 në kuvendet komunale të tyre përkatëse. Kësaj, me qenë se tash kemi kuvend funksional, pra është konstituar kuvendi, ne si qeveri po i procedojmë edhe një herë
këto 3 buxhete, sepse herën e kaluar nuk ishin trajtuar në kuvend sepse nuk ishin mbajtur seanca që nga data 5 dhjetor nuk ka pasur seancë plenare të mbajtur në kuvend, pra 5 dhjetor të vitit 2024 dhe nuk janë shqyrtuar. Gjithashtu me vonesa në konstituim të kuvendit ka qenë e pamundur që të dërgohen përsëri në kuvend për miratim dhe tash me qenë se kemi kuvendin e konstituar dhe funksional, ne si qeveri po i përcjellim edhe një herë këto buxhete pra të komunës së Prishtinës, Gjilanit dhe Zubin Potokut, sepse siç e dini ato vazhdojnë të operojnë me buxhetin e vitit 2024 dhe që kanë sfida, sepse buxheti i vitit 2024 nuk mjafton për shpenzimet e këtij viti dhe ato sfida shpeshherë kemi dëgjuar që edhe të prezantohen si gjoja bllokat nga qeveria, por që nuk është e vërtetë, sepse ka qenë mos miratimi i buxheteve në kohë. Kësaj ne, pra si qeveri, po i procedojmë edhe një herë dhe kuvendi ka mundësinë që në afat të përshpejtuar, pra brenda 72 orëve prej momentit kur i pranon këto buxhete të komunave, brenda 72 orëve mund të organizohet seanca dhe që të miratohen e këto buxhete të bëhen pjesë e ligjit për buxhetin e vitit 2025. Kësaj këto komuna do të kishin mundësi që buxheti i vitit 2025 të vihej në dispozicion dhe të mos kenë nevojë më ta shfrytëzojnë buxhetin e vitit 2024 dhe kësaj duke shfrytzuar buxhetin e vitit aktual, pra edhe ti të kalojnë shumë prej sfidave që tashmë i kanë sa i përket pagesës së faturave që po besoj u janë grumbulluar në mungesë të buxhetit të miratuar me kohë dhe sipas afateve ligjore. Pra kjo është e rëndësishme dhe nga këtu i bëj ftesë të gjitha subjekteve të tjera. Pra, si lëvizje vetëvendose jemi të gatshëm që t'i shtyjmë përpara këto, ka qenë interesi yni që t'i shtyjmë edhe në fillim atëherë, mirë po kuvendi nuk pa t'i mbajtur seancë, edhe një herë po shfrytëzoj rastin tu bëj thirrje subjekteve të tjera që të gjejnë konsensusin, të bëhemi bashkë dhe t'i shtyjmë përpara këto buxhete në mënyrë që këto komuna mos vazhdojnë të përballen me sfidat që i kanë duke u qenë të kufizuar me shfrytëzimin e buxhetit të vitit 2024. Faleminderit. Përshëndetje, jam Valbona Betyqi, gazetare në KTV. Kryeministri, kam 3 pyetje. E para, pse keni prit ditën e fundit, afatin e fundit për me kalu në qeveri projekt buxhetin? E dyta, ministri e përmendi që duhet konsenzus politik, mirë po si kryeministër edhe si deputet i Kuvendit të Kosovës, qysh keni me gjetë një konsenzus të tillë politik pas parasysh qëndrimin që dje shpalos në kryesi të Kuvendit, për shkak që Kuvendi nuk ka funksionale komisionet, cila është rrugdalja që buxheti i vitit të ardhshëm me pas sukses. Pa miratim në Kuvend nuk mundet me qenë, si të them, funksional. Edhe çështja e tretë, gjithë këto vendime të paktën ose saktësisht 4 prej këtyre vendimeve që u morën sot në qeveri kanë qenë premtim i juaj si mandatuar për kryeministër të dielën. Pra 4 prej 5 vendimeve që ju i keni konsideruar që do të jenë vendimet e para për mandatarin e tretë, pse nuk pritet eventualisht me marë mandatin e tretë për me i marë këto 4 prej 5 vendimeve që i keni premtu, edhe i marët në këtë mandatin 2.5, si që po ju referuani. Faleminderit. Faleminderit Valbona për këtë pyetje. Së pari, në çdo vit, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, 31 tetori është afati fundit për të miratuar ligjin në qeveri. Nuk jam i sigurt se kjo ka ndodhur në kaluarën, mirë po kjo është e sigurt që ka ndodhur gjithmonë me neve. Çdo buxhet prej vitit 2021 për 2022 e kështu me radhë, kësaj radhe 2025 për 2026, ne e bëjmë në muajin tetor. Nga një herë është 30 tetori, nga një herë është 31 tetori, nga një herë është edhe një ditë më herët, por nuk e bëjmë në shtator. Kjo bëhet në javën e fundit të tetorit. Dhe në këtë rast e kemi bërë me 31 tetor. Nesër fillon muaji parafundit i vitit. Prandaj kjo nuk është ndonjë risi pse po e bëjmë miratimin në mbledhjet e qeverisë, propozim buxhetit për vitin 2026 në ditën e fundit të tetorit, sepse ligji për menaxhimin e financave publike kërkon një gjë të tillë. Sa i përket konsenzusit, unë i thras logjikës dhe racionalitetit. Pra konsenzusi nënkupton logjik ku
vlejnë aspektet universale të menduarit dhe në anën tjetër racionalitetit, ku ne bashkarisht shpresoj që do të mund të kemi një situatë ku në Kuvendin e Republikës, me qenë se kemi kuvend të konstituar, ky buxhet i rritur dhe i mirë do të kaloj në legjislaturën e 9, e cila tash e ka dhe shtëpinë e vet, Kuvendin e Republikës. Prandaj nuk kam armë tjetër për të arritur konsenzus përveç se logjikës dhe racionalitetit. Ndërkaq pse nuk kemi pritur që këtë ta bëjmë më vonë, nëse 200.000 pensionist, nëse 150.000 punëtor që preken dhe pritet të ndikohen nga rritja e pagës minimale, nëse 400.000 fëmijë do të ishin dakord që ne këtë ta shtyjmë për më vonë, edhe unë do të isha dakord. Po jemi bindur që ata presin që prej momentit kur ka fol kryeministri, është rëndësishme që një ditë më parë të kalohet në realizimin e atyre. E kemi lexuar dhe rilexuar ligjin dhe kemi ardhur në përfundim që mund ta bëjmë. Rrjedhimisht nuk kemi pse e shtyjmë. A do të ishte më mirë si një qeveri me mandat fuqiplot 4 vjeçar në vijim? Sigurisht do të ishte mirë. Por unë besoj që më mirë kështu, edhe që vazhdojmë të jemi në qeverinë detyrë, e që i morëm këto vendime të mira, sesa të themi që të presim për qeverinë e re, e cila nuk e di më është si vjeta vitin arshëm, dhe vetëm atëherë do të mund t'i gëzoni këto që i premtoi kryeministri. Pra me qenë se është e mundur të bëhen gjëra të mira, duhet t'i bëjmë ato gjëra të mira. Pra, kur i realizojmë premtimet para kohe, unë nuk besoj që duhet të ketë ankesa. Nëse nuk mbahen premtimet, atëherë duhet të ketë ankesa. Po u realizuan ato para kohe, përbes është mirë që të gëzohemi të gjithë bashkarisht, dhe krejt në fund, me sa di unë, Ministri Murati edhe këtë gjë më mirë se natyrisht, asnjëherë ligji i buxhetit për vitin e ardhshëm nuk është miratuar në vitin e ardhshëm, le të themi kështu. Gjithmonë është bërë për brenda vitit fiskal. Domethënë, ligji për buxhetin 2022 është miratuar në dhjetor të vitit 2021 në të dy leximet. Ai për vitin 2023 në vitin 2022, për vitin 2024 në vitin 2023, asnjëherë nuk e kemi kaluar 1 janarin me ligjin për buxhet. Natyrisht, qeveria ka kryer punën në tetor. Mirë po edhe kuvendi ka kryer punën në dhjetor. Pra kësaj lloj stabiliteti dhe disipline institucionale nuk ka pas para neve. Jem bani mend shumë mirë, ka pas qeveri kur aplikonte atë formulën e 1/12. Por përsa jemi në qeverisje ne, unë kryeministër, e Hekuran Murati, Ministri i Financave, në tetor e keni pas gjithmonë të miratuar mbledhjet e qeverisë buxhetin për vitin e ardhshëm, ndërkaq në Kuvend të Republikës në dhjetor buxhetin e njëjtë për vitin e ardhshëm. Pra është stabilitet dhe disiplinë e paparë më herët. Po shpresoj që nuk do të jetë papërsëritshme, sepse uroj që të vazhdojmë kësaj. Primer Gallopeni nga Radio Tukagjini. Zotër Kurti, çështja e buxhetit për vitin e ardhshëm është diskutuar edhe në mbledhjen e djeshme të kryesisë, por që partitë politike nuk arritën që të krijojnë komisionet parlamentare, që është esenciale ndoshta për çështjen e buxhetit dhe për procedura të tjera në punën e kuvendit. Si e keni menduar që do të tejkalohet kjo çështje dhe a do ta diskutonit çështjen e buxhetit dhe të çështjeve të tjera urgjente që ka Kosova në takimin e sotëm që e keni në ora 12 me presidentën? Dhe zotri Murati, tek çështja e rritjes së pensioneve nga muaji nëntor. Pensionistët do t'i marrin me 1 nëntor pensionet me rritje apo në dhjetor të muajit nëntor? Së pari, takimin që do ta kemi në zyrën e presidentes, aty besoj që do të diskutohet tema për cilën jemi ftuar, e kjo është hapat e më tutjeshëm, me qenë se në tentimin e parë nuk u arrit formimi i qeverisë së re. Dhe unë dua të shkoj me konstruktivitet dhe optimizëm aty. Nuk kam arritur ta ndjek nga afër mbledhjen e djeshme të kryesisë së kuvendit, por mua më vjen mirë që deputetët e Republikës Kosovës, të legjislaturës së 9, tashmë kanë shtëpitë e tyre.
veç se kjo shtëpi duhet të funksionoj. Nuk mjafton ta kesh, duhet edhe të funksionoj, të operacionalizohet. Funksionimi i kuvendit nënkupton formimin e komisioneve parlamentare. Unë nuk e kuptoj pse si formojnë komisionet parlamentare. Por edhe njëherë po them, nuk kam argumente të tjera bindëse që janë jashtë logjikës ose racionalitetit, jashtë interesit publik dhe vlerave ligjore e kushtetuese që i ndajmë bashkë. Për pjesën tjetër, Ministri Murati. Siç po besoj e dini, një ndryshim ndër tjera që kemi bërë sa u përket pensioneve ka qenë që edhe data e pagesës së pensioneve të bëhet në mes të muajit, pra në datën 15, kësaj që familja të ketë likuiditet të vazhdueshëm, pra se çdo kush mund të ketë fëmijë, pensionist, të punësuar brenda familjes dhe përveç se pagat merren në fund të muajit, në mes të muajit pastaj vjen edhe pensioni, shtohet si likuiditet. Pra, pensionet merren me datën 15 nëntor apo cila do datë e punës që i bie ditë e punës dhe kësaj pra zbatimi do të fillojë nga muaji nëntor. Pra 15 nëntor do të jetë hera e parë që marrin, pastaj 15 dhjetori do të jetë muaji i dytë e kështu me radhë. Faleminderit. Përshëndetje, Driton Sadiku prej ATV-s. Kryeministër, e përmendet të çështja e komisioneve parlamentare. Si besoni që është e mundur formimi i komisioneve parlamentare teksa nuk ka qeveri, pra nuk dihet kush është pozitë, kush është opozitë, kënd kanë me mbikëqyr këto komisione, në ndërkohë që u përmend edhe pra buxheti për komunat që ka më ushqyrtu mandej kaloj në qeveri dhe pritet më ushqyrtu në kuvend. A mendoni ju që është e lehtëshme pra që të votohet në qeveri e mandej ju të çoni dorë edhe në kuvend, njëkohësisht si kabinet qeveritar, mandej edhe si deputet për të njëjtën çështje? Faleminderit. Sa i përket pyetjes së parë, më lejoni të them që unë besoj në Republikë Demokratike dhe parlamentare të Kosovës, në të cilën qeveria varet nga kuvendi e jo anasjelltas. Nuk duhet të ndërtojmë me narrativa të gabueshme, jo demokratike, varësinë e kuvendit nga qeveria. Ta shohim një herë qeverinë, mandej formojmë komisionet parlamentare. Jo, kuvendi duhet ta dëshmojë pavarësinë dhe dimensionin sovran të vet, si shtëpi e përfaqësuesve të popullit. Ata nuk do duhet varen nga ajo se kush është ministri i arshëm që ta përcaktojnë më pastaj përbërjen dhe udhëheqjen e komisionit parlamentar. Ne qeveria varemi nga kuvendi, jo kuvendi nga qeveria. Paradoksalisht, ata po vinë në një kurth të ngritur prej vet atyre në të cilën e përmbysin raportin qeveri-kuvend. Në vend se qeveria të varet nga kuvendi, po ndodh e kundërta. Ne jemi qeveri në detyrë, derisa të bëhet qeveria e re, e respektojmë në plotni dhe përpikri ligjin mbi qeverinë. Kaq mund të them. Edhe sa i përket mbledhjeve e vendimeve që marrim këtu, po njëkohësisht edhe sa i përket sjelljes dhe veprimeve tona në Kuvendin e Republikës më në fund të konstituuar. Nëse mund të shtoj edhe diçka sa i përket komisioneve, pra kuvendi parasheh 4 komisione të përhershme, të cilat nuk varen nga funksioni pozit-opozit. Dhe vetëm këto 4 mund të kryejnë punën pra që do të ishte e nevojshme për të kaluar buxhetin apo edhe për të marrë vendime të tjera. Komisioni për mbikëqyrjen e AKI-s dhe komisioni për mbikëqyrjen e financave publike që janë të rezervuar për opozitën mund të mbesin vakant, sepse nuk janë të domosdoshëm pra për të trajtuar këto çështje për cilat po flasim sa i përket buxhetit. Edhe një gjë tjetër që po thuhet që komisionet parlamentare janë për ta mbikëqyrë qeverinë, pse duhet të ekzistojnë nëse nuk ka qeveri fuqiplot cilën do duhet ta mbikëqyrë. Kjo është e pasakt, sepse komisionet parlamentare siç e dini mbikëqyrin edhe shumë më tepër se sa vetëm qeverinë. Pra qeveria dhe dikasteret qeveritare janë vetëm njëra formë pushtetit të cilin kuvendi e mbikëqyr. Janë gjykatat, janë institucionet e pavarura, janë ndërmarrjet publike, pra ka shumë funksionet të tjera të cilat është e nevojshme që kuvendi përmes komisioneve parlamentare të mbikëqyr dhe të sigurohet që gjithçka shkon në përputhje me ligjin. Sa i përket buxhetit për komunat, pra edhe votës, siç e thash, ne jemi normalisht në një situatë e cila normalisht nuk është paraparë si situatë e rregullt. Pra do duhet të kishim qeveri tashmë, që nga data 15 prill kur është konstituuar kuvendi, do duhet kishim kuvendin e konstituuar në pa ditë, po të mos varritej nga opozita dhe të mos bllokohej çdo hap
përgjatë rrugës dhe do duhet kishim edhe një qeveri që prodhohet nga një rezultat zgjedhor. Mirë po çfarë po shohim, kryesisht nga subjektet opozitare, është tentimi për krijimin e një krize artificiale, pra duke thënë se s'mund votohet buxheti dhe mund të përfundon shteti pa paga, gjë që nuk është e vërtetë, sepse vetëm nëse ka vullnet politik, kjo çështje arrihet. Por me synimin që kanë, pra, që po supozoj kanë ta krijojnë një krizë artificiale, kjo pastaj sipas tyre do të mund të përdorej për alibi, për të bërë ndonjë veprim që përndryshe do të mund të kishte edhe kosto politike për ta. Pra nëse ata vendosen përballë një situate që se patëm qare, sepse pat një krizë të cilën ata vetë po tentojnë të shkaktojnë, duke mos marrë pjesë në votim të buxhetit, atëherë ky do të ishte arsyetimi perfekt pra për të marrë edhe vendime të gabuara, të cilat në kushte normale do të kishin kosto politike. Sa i përket buxhetit për komunat ta zëm, kush do ta kontestoj? Nëse ne themi që duhet të votohet, pra nëse deputetët e televizijës vetë vendosin, e mbështesin, e votojnë, dhe do të ishin edhe deputetët e subjekteve tjera. Pra buxheti i komunës Prishtinës nuk është jasnjë subjekti politik, është i qytetarëve të komunës Prishtinës. Pse këtë buxhet të mos e votoj parlamenti? Dhe në mënyrë që komuna Prishtinës të ketë mjetet e vitit 2025 në dispozicion. Kush na qenë ka bllokuesi tash? Do thonë, kjo e determinon, kjo e përcakton se kush ka synim realisht që Prishtina, pra komuna Prishtinës, kryeqyteti, të mos e ketë buxhetin e vitit 2025. Kanë mundur, pra ta konstituojnë kuvendin më herët, nuk është bërë, kanë zvarritur, po tash që kemi kuvend, pse të mos miratohet buxheti? Pse qytetarët e komunës Prishtinës duhet të vazhdojnë, pra të operojnë me buxhet të vitit 2024, apo ndoshta kjo po përdoret vetëm sa për ta sulmu qeverinë, për tonë që qeveria po na bllokon. Ku në fakt nuk është e vërtetë. Ja ku e kanë ligjin, le ta marrin buxhetin e vitit 2025, le ta përfshin në ligjin e buxhetit vjetor 2025, dhe komuna brenda 72 orëve mund ta ketë buxhetin në fuqi për vitin 2025, nëse kuvendi i kryen detyrat e veta. Por kjo është situata në të cilën gjendemi. Është një tentativë për të krijuar një krizë artificiale e cila vetëm duhet vullnet politik të i kalohet. Faleminderit. Kryeministër, me qenë se shumica e pyetjeve për temën u parashtruan këtu nga kolegët, kam një pyetje për zgjedhjet lokale. Pse nuk e keni problem me bashkëpunu me Partinë Demokratike të Kosovës në nivel lokal, pasi që po ndje që në komunën e Dragashit keni lidh koalicion si vetëvendosje, ndërkaq PDK është partia vetëm shqiptare që ne keni përjashtuar për koalicionit për zgjedhje nacionale, ashtu siç kanë deklaruar shumica e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Për brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka një heterogenitet më të madh se sa që mendohet, dhe kjo është shprehur në disa komuna. Njëra prej tyre është komuna e Sharrit Dragashit, dhe ne atje kemi bërë një dakordim për shkak se jemi të interesuar për ndryshim. Por nuk besoj që mund ta vëmë shenjën e barazisë midis orientimit në nivelin shtetëror e nacional që ka ajo parti dhe degëve të veçanta me kontekstet e caktuara sociopolitike atje në kushtet e një heterogeniteti më të madh se asnjëherë më parë që ka pas kjo parti politike. Mua më vjen keq se më duhet të shkoj sepse tash kam një takim në orën 11, por ndoshta për dy pyetjet e fundit mund t'ju përgjigjet ministri Murati. Përshëndetje, Valjeta Shala, gazetare nga Radio Televizioni i Kosovës. Ministër,